të respektoj ato vijat e bardha që vendosi Ilia, se Ilia edhe vin, edhe kërkon mbështetjen qytetare, kërkon mbështetjen nga gjithë me të drejtë, me shumë të drejtë, dhe për të gjithë, po edhe thot mos bëni politik. Tani është një poezi e Gjevair Spajut, vija të bardha para, vija të bardha prapa, vija të bardha majtas, vija të bardha djathas, vija të bardha manzit jetën. Edhe kjo punë të dashur vëllezër dhe motra, banor fisnik të Selenicës, të Lumit të Vlorës dhe të njësive administrative që përfshin Bashkia Selenicë dhe jo vetëm. Është një situatë e vështirë dhe është një situatë që të gjithë ne duhet të jemi të kthjellët. Duhet të jemi të kthjellët dhe çdo ditë në këto ditë dhe muaj të vështira me këtë sekt në pushtet, pavarësisht përkatësive partijake që kemi, t'i bëjmë pyetje vetes, çfarë kontribova, çfarë shërbeva për Shqipërinë. Dhe Shqipëria është gjëja më e madhe që kemi ne shqiptarët. Atë është me madhja, ama atë për ne është Selenica, është Labëria, është Drashovica, është Sevasteri. Atë jemi ne, banorët e Selenicës, dhe jemi ne të gjithë, janë bashkë fshatarët tanë, janë bashkë qytetarët tanë, janë të gjithë ata miq e shok të afërm tanë, pavarësisht janë të majta apo janë të djathtë, që në këto vite të vështira kanë zgjedhur dhe zgjedhin ta ndërtojnë jetën e tyre në Labëri, në Bashkinë e Selenicës, por edhe ata që largohen në emigrim t'i mbajnë të lidhur mendjen, zemrën, syt dhe investimet e tyre në këtë zonë. Të dashur vëllezër, unë këtu jam në fshatin e babait tim dhe kuptohet do flas shumë hapur. Duhet jemi të kthjellët, duhet ta kuptojmë që kjo është pjesë e asaj politike, qëllimkeqe të madhe që ka Rama për shpopullimin e vendit. Reforma e vitit 2014 ishte e domosdoshme, por jo mënyra se si u krye, jo mënyra si u implementua dhe për më tepër filozofia që u implementua në këto 12 vite. Në vend që kjo reformë të shkonte më afër qytetarëve, u largua nga qytetarët. Në vend që pushteti të decentralizoi, pushteti vendor, pushteti u centralizua. Në vend që qytetarët ta ndjenin veten më të lirë, më të dashur, më të afërt në shërbime, ndaj pushtetarët lokal, ata u ndjen më të largët. Dhe shembujt ne i kemi në qarkun e Vlorës. Kemi shembujt banorët e Novoselës, të ish komunës Qëndër, njësia administrative Qëndër, banorët e Orikumit Sesi, duke u bashkuar me Vlorën, nga këta banorë, nga këta qytetarë, u larguan shërbimet bazike. Dhe në këto zona, që tashmë quhen zona rurale të Bashkisë Vlorë, nuk ka më shërbime, ka shërbime të dobta, shikohet e mungesa e furnizimit me ujë, me energji elektrike, probleme të tjera. Vlora nuk është vetëm lungomarja. Vlora nuk është vetëm pllaka betoni të shtruara, që dhe këtu dhe në këto investime është ndima e besë dhe janë dhe abuzimet e paskrupullta të këtij sekti në qeverisje. Por Vlora është kudo në Labëri, kudo në çdo njësi administrative të Vlorës dhe të Selenicës. Dhe pikërisht tu është detyra jonë e madhe patriotike. Ne ta kuptojmë që kjo është pjesë e një politike antikombëtare për shpopullim dhe prandaj kundër kësaj politike duhet të kundërvihemi të gjithë, pavarësisht nëse jemi demokrat, ballist, socialist, komunist, legalist e të tjera. Të gjithë duhet të jemi të fokusuar. Kjo është kryefjala, kjo është kryeçështja dhe këtë ne në rast se vazhdojmë me këto protesta të organizuara nga shoqëria civile, shumë mirë, nuk ka pse të marri atë flamurin asnjë parti politike. Dhe të gjithë ne përfaqësuesit e partive politike të jemi të kujdesshëm në mesazhet që përcjellim tek banorët e Selenicës. Nuk është koha për të bërë politik partijake, të dashur vëllezër, por është koha për një politik kombëtare. Duhet ta kuptojmë thellësisht
duhet ta kuptojmë në rast se do perifrazoja një shprehje, duhet ta kuptojmë në mënyrën tonë, në mënyrën labërishte. Në mënyrën labërishte. Ne duhet ta kuptojmë që në rast se ne nuk i dalim sot Selenicës, fshatrave të Lumit të Vlorës, nuk i dalim sot me qëndrimet tona, me veprimet tona, atëherë ne i bëjmë një dëm të madh historisë dhe zhvillimit të Shqipërisë edhe të Labërisë.